Mbështetja financiare për pensionistët do të vijojë edhe përgjatë vitit 2024, tha kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në Facebook, ku shkruan se pensionistët do të përfitojnë nga indeksimi i pensioneve, për të cilin do të vihet në dispozicion fondi prej 250 milion eurosh. Buxheti për vitin e ri 2024 mbështet financiarisht 717.330 pensionist nëpërmjet indeksimit dhe bonusit të pensioneve 250 milion euro, thuhet në postimin e Ramës. Sipas specialistëve të fushës, aktualisht skema publike e pensioneve është nën presionin e rritjes së numrit të përfituesve për shkak se këtë dekadë del në pension brezi i bumit të lindjeve në vitet 1970 dhe nga ana tjetër numri i kontribuesve do të maturohet prej rënies së grup moshave të reja të popullsisë, nga rënja e lindjeve dhe emigracioni i lartë. Të njëjtat burime thanë se në vitin 2018 pensioni mesatar ishte sa 31% e pagës mesatare bruto, ndërsa në 6 mujorin e parë 2023 ky raport arriti në 25%. Përqindja e personave që nuk plotësojnë kriteret për pagesë të plot, por rritet me shpejtësi nga viti në vit. Në qershor 2023, pensionistët me pagesë të pjesshme përbënin 50% të totalit të pensioneve të pleqërisë, nga 45% në 2021, ndërsa pensionet e reja që u lidhen në 2023 ishin 11% më të ulta se pensioni mesatar. Pensionet e pleqërisë janë 50% më të ulta se mesatarja rajonale.